Përshëndetje mirë të dashur të televizionit First Channel, përshëndetje për gjithë ju që jeni duke na ndjekur. Jemi në emision Antipod tonë First Channel, ku sot do të bashkëbisedojmë me profesor Dr. Muhamet Kelmendin në lidhje me demarkacionin dhe problemet e fundit të cilat janë ngritur nga opozita, gjithashtu edhe nga pozita. Nesër është mbledhja e qeverisë ku pritet të mirë ndonjë vendim sa do të procedohet ajo çështja e demarkacionit. A është problem liberalizimi i vizave, a është kusht për a është demarkacioni në fakt kusht për liberalizimin e vizave, vizita në Holland e shumë çështje të tjera ku keni mundësi për 45 minuta të ndiqni ato se çfarë i mendon dhe çfarë do të na thotë profesori Muhamet Kelmendi. Fillimisht, profesor, mirë se erdhën në studiot e Antipodit. Faleminderit për ftesën dhe suksesin ime. Faleminderit. Profesor, çështja e demarkacionit ka filluar qysh gjatë të diskutohet me analizat e shumta, me komente, debate, bojkote, protesta, por si duket po shkon drejt finalizimit. Po kjo është e keqja pikërisht për shkak të faktit se qeveria e Kosovës, edhe nga vetë këshilltari i kryeministit Mustafa Mbrën në RTK, u tha se kemi fakte, dokumenta të mjaftueshme dhe përmeni kushtetutën e vitin 1974 dhe natyrisht planin antisarit të cilën është mbështetur në një qendrim të cilën e ka pas Kosova, në një qendrim nëpërmes të cilët del se Kosova pas ka pas një vit kufitar në vitin 1988. Këtu duhet të them një fakt se qeveria e Kosovës gabon shumë dhe atë është një gabim shumë i rëndë që të mbështetet në ineksistencialitetin e një vije kufitare të përcaktuar me kushtetutën e 74-ës dhe me planin antisarit gjë mbi vendimet të cilat kanë dalë në vitin 1988. Kushtetuta e vitit 1974 të e din qeveria e Kosovës dhe besoj në qoftë se din duhet ta merr ta lexojë këtë kushtetutë, nuk e ka përcaktuar ndonjë vijë kufitare, sepse vija kufitare e krahinës socialiste autonome e Kosovës ka qenë e përcaktuar shumë më herët. Atë në vitin 45 për herë të parë, pas shtunkës së dytë botërore, dhe pastaj për herë të fundit në vitin 67. Natyrisht kemi shumë harta të botura, edhe në vitin 74, edhe në vitin 1988, por nuk e kemi një përcaktim të vijës kufitare që ka bërë Jugoslavia e kohës së Titos të udhëhequr nga Komisioni i Gjillacit në vitin 45. Me kushtetutë thuhet se krahina socialiste autonome Kosovës i ka kufit e vetë shtetëror, po nuk thuhet ky mal, ose kjo lugin, ose kjo bjesh, ose ky lum, është kufi. Sepse thot i ka kufit e përcaktuar më herët. Dhe ata kufit e përcaktuar më herët, në çështjen konkrete, në fjala me malin e zi, është Çakorri, respektive Shkulla. Prandaj në thirrje për qeverinë Mustafa, të jetë më real, më pragmatik. Mos të shkon atë se shkenca nuk është rëndësishme ka shi politikës, sepse populli i Kosovës, qytetarët e Kosovës dhe qytetarët në përgjithësi shqiptarë nuk munden dhe nuk do të tolerojnë asnjë individ që të luajë me tërsinë territoriale të shqiptarëve, në këtë rast të Kosovës. Është mirë që të ndalen, është mirë qeveria e Kosovës të vë gishtin vetës, të mendojë thellë. Dhe natyrisht në këtë drejtim i bëj thirrje edhe ish kolegëve të PDK-s. Po edhe ish kolegëve të LDK-s, ku kam qenë deputet, që të analizojnë, të marrim fakte dhe mbajmë faktet e tilla, në qoftë të shkon nga qeveria e Kosovës që është e tillë në kuvend, të nxjerrë vendimin, të anulojnë këtë marrëveshje, të kërkojnë dhënie llogari nga komisioni, të shpallin inekzistent komisionin dhe natyrisht janë mete tjera dhe mekanizma tjerë të cilat mundën dhe duhet të zgjidhet kjo çështje e kufirit. Fjala nuk është se Kosova është kundër kufirit, është kundër demarkacionit. Nuk është as me malin e zi, as me Maqedoninë dhe as me Serbinë. Por është kundër dhënies së tokës, siç ka bërë po ky komision në nxjerrjen e vijës kufitare me Maqedoninë. Është kundër dhënies së tokës, siç ka bërë ky komision në dhënien e mbi 8000 hektarëve tokë malit të zi. Ne jemi, dhe unë jam personalisht, dhe gjithë qytetari i Kosovës është, që të tërheqet vija për mbi bazën e fakteve, mbi të cilat në fund të fundit duhet të themi edhe faktin se ndash të keni kufi me malin e zi, dash me Serbinë, dash me Maqedoninë, janë toka shqiptare. Ka të që të tërheqish kufirin, historikisht dalin që janë toka të shqiptarëve. Por në këtë konstelacion, kaq të keq dhe kaq të dëmshëm për shqiptarët dhe Kosovën, të japish tokë dhe matutje
është për mendimin tim jo reale, jo e mirë, jo e drejtë dhe ka përgjegjësi penale sipas kodit penal të Kosovës. Cilat fakte po thirrët qeveria, po thotë se kemi fakte dhe argumente të mjaftueshme, të cilat do ta bindin edhe vetë qytetarën e Kosovës se nuk është duke u dëmtuar asnjë metër, apo si se nuk është duke u marrë nga Malizi as edhe 1 metër. Mbram, tokë e unë Kosovës. ndëgjova këshilltarin thanë kushtetuta. Në tregova, në kushtetutë nuk thotë. Thot më edhe po s'kësaj. Tha është Cilat plani janë argumente atisarit, tjera? plani atisarit, që ka marrë vitin 1988, shtohet pyetja, a të rejtë ndonjë kufi në ish Jugosllavi në vitin 1988, asnjë kufi sot të rejkeq. Atisari është mbështetur në një datë të caktuar që Kosova ka pas kufirin e vet. Po çaj kufi i vitit 1988 nuk është i vitit 1988 që është tërhequr. Pra është tërhequr tash edhe një herë, para vitit 1974, para se të nxjerrë kushtetuta e Krajinës Socialiste Autonome të Kosovës. Dhe atë për të parë thash në vitin 45 nga komisioni përcaktuar nga Federata e Jugosllavisë. Në qovë se qeveria e Kosovës ka fakte që përcakton me të vërtet këtë vijë kufitare dhe këta 8.000 hektar tokë ose mbi 8.000, nuk janë të Kosovës të malgjiglet e paraqet. Për askush deri me sot, nuk ka po një fakt konkret përveç hartave të ndryshme të cajuara nga ona instituteve të ndryshme të cilat nuk janë të kredibilin kuptimin e besueshmërisë së tillë, dhe ne kemi hartat e tjera të cilat i kemi edhe janë në qarkullim në nivelin qoftë akademik, shkencor, qoftë në nivelin e mediave elektronike dhe të shkruara, ku flasim qartë për këtë që po them unë. Me pas Isa Mustafa, Hashim Thaçi në veçanti si nënshkruesi kësaj marrëveshje, dhe Skënder Hyseni nënshkruesi i dytë si marrëveshje e tillë, faktet e tilla që do të dokumentonin, ata do të dilnin vetë para mjeteve informative. Ata nuk do të ilçonin njerëzit të tjerë, dhe ata nuk do të mbështetin idetë të tyre në ide të papërcaktuara mbi bazën faktike lidhur me vijën kufitare, sepse nuk kanë fakte. Atëherë, cili ka qëllimi i kryeministra? Cili është qëllimi që po ja fol tokën atë? Pse më ja fol tokën? Duhet të pyesim pikërisht Mehen, nga ka ardhur zoti Mehen, të pyesim qeverinë Thaçi, si cilat raporte dhe çfarë marrëveshje ka bërë me Malizi që qytetarët e Kosovës nuk e dinë, ose dyshojnë, por nuk kanë fakte dhe nuk mund të akuzojnë askën. Duhet të pyesim dhe i takon prokurisë të Kosovës ta procedurën penale kundër Thaçit, kundër Skënderit, Mustafës dhe veçanërisht kundër komisionit të tillë të udhëhequr nga Mehaj, të ha procedurën penale për të konstatuar gjendjen reale. Prandaj është prokuria speciale. Unë nuk jam ai. Dhe nuk ka qytetari i Kosovës që mund të di arsyeën, shkakun pse vepron qeveria në këtë mënyrë. I takon prokurisë. I takon prokurisë speciale që në bazë të kodit penal të Kosovës, në 123, dhe veproj dhe të ha procedurën hetimore kundër këtyre njerëzve, sepse në emrin e tij thotë çdo qytetari, çdo njeri i Kosovës që në nënshkruan që një pjesë e territorit të tij të verdh në sovranitetin e shtetit tjetër, dënohet të paktën me 5 vjet burg deri me bukë të përjetshëm. Kur e ka sankcionuar lizencë, që ky kuvend i Kosovës, këtë nën, nuk e ka planifikuar me mua dhe ty, sepse mi dhonën në ti 5.000 nënshkrime, s'kan efekt juridik. Dhe s'mund të thirret askush të japim këtë apo ato Kosovës Malit të Zi ose Maqedonisë ose dikujt tjetër. E ka planifikuar kryesisht kryeministrin dhe ministrat, njerëzit dhe presidentin, njerëzit kompetent nga të cilët lindin pasojat dhe natyrisht kjo përgjegjësi është e tyre. Dhe këtë drejtimi takon prokurisë që të hap hetimet, të konstatojë gjendjen reale dhe të del prokuria e shtetit. Aleksandr Lumezi, drejt përse drejti, le delet të tregoj faktet se a shkelu kushtetuta Kosovës, a shkelu kodi penal i Kosovës në 123 dhe a është do 1 metër tokë, dikuj tjetër. Dhe në këtë drejtim pasaj të hapet procedura penale. I takon pra organeve të shtetit të konstatojnë. Lidhje me deklaratën e shtetit Amerikan, përmes përfaqësuesve të ndryshëm edhe gjatë vizitës ministre e punëve të jashtme Enver Hoxha, është thënë se nuk punon Amerika asnjëherë në dëm të Kosovës dhe duhet të kryet, por nuk po thot si. Si duhet? Nuk ka dilemë se asnjë shqiptar dhe qytetari i Kosovës, veçanti flas për shqiptarët në përgjithësi, jo vetëm në Kosovë, po edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoni, edhe në Kosovë Lindore, edhe në Malzi, edhe ata të qeverisë, nëse të shkojmë pranë tërësi kombi shqiptar, nuk ka menduar asnjëherë dhe nuk mendon aktualisht, nuk mendon tarmen
se Shtetet Bashkuara të Amerikës veprojnë kundër interesave nacionale të shqiptarëve, pra të shtetit të Kosovës. Pra Enver Hoxha duhet të çështjet të thotë vetvetes. Dhe mos përpiqet, dhe nuk duhet të përpiqet jo vetëm ai, pra asnjë politikan i skenës politike të Kosovës, se në emër të Shtetit Bashkuar të Amerikës të detyrojnë me imponu, me friksu dhe me paraqit dikon se janë mik të SBA-s. Kjo nuk është çështje që ka thënë Enver Hoxha. Po Enveri ke fjala këtu dhe Enveri po është ai gjatë vizitës së Enverit, domethënë kjo nuk është që ka thënë Enver Hoxha duhet bëhet, ta kanë thënë vetë përfaqësuesi të Shtetit Amerikan dhe vetë sekretarja që ishte këtu ka thënë se duhet të tërhiqet vija. Duhet të bëhet demarkacioni. Do është normal që duhet të tërhiqet vija. Dhe është normal që duhet të bëhet demarkacioni dhe marrëveshja me Malin e Zi. Problemi është kjo vijë që është e qeverisë, apo një vijë tjetër të cilën ne mendojmë, ose unë mendoj personalisht, që është vija reale e kufirit midis Kosovës dhe Malit të Zi. Edhe unë jam që të tërhiqet vija kufitare. Edhe unë jam që të bëhet sepse demarkacioni i tillë. Dhe ministri dhe ambasadori i Britanisë së Madhe sot në takim pikërisht me ministrin e jashtëm të Kosovës, tha mos të ngutini në këtë drejtim. Merrni faktet konkrete, analizoni ato fakte dhe mbi bazën e fakteve të tillë shkoni pastaj në ratifikim apo jo të kësaj çështje. Dhe natyrisht duhet një porosi përsëri të japi për zotin ministër, i cili ju drejtu popullit se ai dhe ambasadori e dinë rëndësinë e kufirit dhe populli i Kosovës nuk e di ka rëndësi. Duhet të di ministri se shtatë të Kosovës për çta kufi kanë luftuar gjatë historisë së vet. Dhe për këta kufi kanë derë këtë gjaku. Prandaj dinë mirë me gjakun e tyre, sidomos qytetarët të Rrogovës, nga vijone, se ku është ai kufi. Prandaj nuk kemi nevojë të shesim patriotizëm ose unioni ose jo unioni njëri tjetër nga pozitat të cilat i kiti nëpërmes pozicionit tonë si ministri i jashtëm dhe ti thuash dikujt tjetër. Cilat janë faktet, profesor, nëse thonë se çen kanë faktet apo dokumentacioni jo real dhe të them ashtu i manipuluar, atëherë cilat janë faktet tjera apo janë gëjdhonat? Jo, janë hartat konkrete. Po harta po ki harta konkrete të cilat po ta përcaktojnë kufirin edhe poshtë. Jo, po natyrisht vetëm tek çakore. Varet kush u botuesi hartave të tilla. Cilët janë ata faktorët të cilat i kanë, cilët janë ato subjekte që kanë thënë hartat të tilla. Dhe natyrisht janë hartat e përcaktuara mbi bazën e komisionit të ish Jugosllavisë, Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, apo hartat e përcaktuara nga institutet të ndryshme, të cilat qoftë për interesa gjeografike, ose interesa të ndryshme, ose çështje të ndryshme, i kanë vënë në qarkullim. Varet pra çka merr. Unë nuk jam ekspert i fushës së tillë, tash për të ditur se cili fakt është. Po e di një, se për çat tokësh aty, Karasak Fazlia, Zhyt Selmani dhe me qindra rrogovas të tjerë në luftë për mbrojtjen e tokës së tillë. E di një, se kufiri nuk është tek Haxhajt. Fshati Haxhaj që është se viju në vetë nga këto pjesë, po e di se ka qenë në Çakor dhe në Kull. E di një, se kufiri nuk ka qenë kur 200-300 metra ose 1 kilometër për mi kuqisht, po ka qenë deri në lartë në Çakor. Dhe këto janë faktet e cilat mendojnë në çfarë se çdo qytetar ose politikan do të shkojë sa tash në Rrogovë. Edhe do të bisedojë me çdo rrogovas që ka 70-80 vjet. Do e din vetë, do e sheh vetë se ku janë ato. Po më së miri është, për mendimin tim, të merren faktet konkrete të kufirit të përcaktuar në vitin 1945 nga ana e komisionit të përcaktuar nga Josip Broz Tito, janë atë kohë, ku është përcaktuar kufiri i ish republikave federative popullore të Jugosllavisë, që ma vonë pas riorganizimit të shtetit Jugosllavisë, pas rënies së Rankovicit në 65 dhe krijimit të Krajinës Socialiste Autonome të Kosovës, ai kufi i përcaktuar nga ato komisione është bërë kufi administrativ i Krajinës Socialiste Autonome të Kosovës. Pra nuk kemi nevojë shkojmë dhe të marrim jo kushtetutën e 74-s, jo vitin 88, jo këtë hartë apo hartë, po të marrim dokumentat konkrete të asaj kohe. Se përket anës së qeverisë e cila po insiston me çdo kush që kjo të jetësohet dhe të përfundoj sa më shpejt. Pastaj mirët edhe çështja liberalizimit vizave, do të thotë demokracioni si kushti, sa thuhet është si kusht sa jo nuk votohet, u votu, do të thotë është gjëra pak sa të paqarta. Pse duhet ndodh një gjë e tillë mes dy shteteve ku njëri shtet thotë se nuk është më rëndësi për mua ku përcaktohet dhe shteti tjetër këmbgulse është këtu dhe anën tjetër opozita gjatë gjithë kohës
thotë se nuk do të lëshojmë pe, nuk do të japim toka ndaj këndaj, dhe në momentet vendimtare kthehet në kuvend pas vizitës së Luland. Siç është nisma dhe aleanca, do të thotë, edhe nëse nuk votohet, po krijohet një koron, do të thotë dhe pipet mundësia, do të thotë që të nisma dhe aleanca, aq sa di unë, janë të mendimin se në qoftë se do të shkon çështja e demarkacionit kuvend dhe stacionit, por këto dy çështje do të shkojnë jo me qëllim për të krijuar quorumin që të votohet apo të mos votohet, po me qëllim për të penguar pikërisht votimin e kësaj dhe asaj tjetër. Deklaratat e tyre janë, do të thotë se do të shkojmë vetëm ne se do ta votojmë kundër dhe asgjë tjetër. Në qoftë se opozita do të shkon dhe vetëm do ta votojë kundërt dhe do t'ia krijon quorumin pozitës për të votuar një gjë të tillë, i takon opozitës të analizojë se është një veprim negativ, i cili në çështjet politike do të kritikohet, mendoj unë, dhe natyrisht nuk do të merret si pozitive në kuptimin e tillë. Në qoftë se opozita ka mekanizmat me të cilat mund të ndalojë çështjen e ratifikimit të marrëveshjes së tillë dhe shkon në kuvend, është gjë normale mendoj unë, pse shkon, sepse krijon situatën e tillë që të mos ratifikohet. Kjo është çështje tjetër, domethënë. Ndërsa çështja të cilën e paraqitet ju, pse ka ardhur te liberalizimi dhe mos liberalizimi vizave, çështja ndërlidhja ose mos ndërlidhja me çështjen e demarkacionit, është një çështje të cilën pavarësisht nga faktori cili subjekt e thot këtë çështje edhe e lidh me këtë, nuk duhet të futem në çështjen e tillë sa është çështje përcaktuar nga Unioni Evropian, si thuhet, apo dikush nga politika e Kosovës ka shkuar në Bruksel e ka thonë ndaleni këtë çështje se ndryshe mund ta bëjmë atje. Kjo nuk është më rëndësi në këtë moment për mua. Për mua është më rëndësi se unë nuk jam që shteti i Kosovës të bëj asnjë lëshim në çështjen e tërësisë territoriale të vetën, pavarësisht nga ajo çka i ofrohet si kundërpesh asaj që duhet t'i japet. Fjala është për liberalizim ose diçka. E di se është etike liberalizimi, në kuptimin e qarkullimit të lirë të qytetarëve, jashtë dhe mbrapa, atëra të për ekonominë, tregtinë, shumë faktorë tjerë. Mirë, por të dish sigurt që asnjë shtet, për asnjë pllom tokës vetë nuk e jep me qëllim të krijimit të një situate tjetër. Shembull konkret, për ta jap një fakt shumë të thjeshtë midis Republikës Federale Gjermanisë dhe Çekisë. Është fjala 500 kilometrave katror. Edhe i ki konfliktet të cilën ekziston diskutimi i tillë. Pra, fjala është tu, dhe këtë duhet ta themi të qartë, se liberalizimi i vizave është gabim total i Unionit Evropian, nëse është mendimi i tyre, që të ndërlidhet me çështjen e demarkacionit. Parasysh se çështjet e konflikteve dhe mosmarrëveshjeve për kufi shtetëror midis anëtarëve të Unionit, shteteve të anëtarëve të Unionit ka mjaft. Pra nena që të bësh një prezident. Është rasti i fundit Kroacia që antarësu në bashkë. Që të bësh një prezident vetëm ndaj një subjekti që pretendon të ecë anë të bëhet liberalizimi, mendoj se pa të drejtë. Pra ne Kosova duhet të tregojë qëndrueshmëri, duhet të tregojë vendimin e vet të cilën e ka dhe këtë çështje mos të ndëlir kursesimin e liberalizimit. Unë mendoj se çështja është shumë e thellë për këtë liberalizimit. Çështja është kryesisht e ndërlidhur me krimin dhe me kriminalitetin. Çështja është e ndërlidhur me korrupsionin në nivelin shtetëror, në nivelin gjyqësor, atë prokuroral, të policisë dhe organeve tjera, në për borde tutje. Gjëni bord në nivelin e Kosovës, për 250 bordeve që ka Kosova, karakterit publik, që nuk është dikush nga PDK dhe LDK kryetar apo nën kryetar. Shans nuk i. Të gjithë janë të partive në pozitë. Pra nena, ky është faktori kryesor, korrupsioni, krimi, e tjerë, për mendimin tim konkret, që Unioni Evropian është i qartë se nuk mund të bëhet liberalizimi për këtë. Pra ne e ndërlidh, duke ditur këtë, e ndërlidh këtë në mënyrë që të bëhet ndonjë presion që me të vërtetë të realizohet diçka. Profesor, du të kthejmë pak mbrapa. Do të thotë 10 vite më herët apo 11. Rastin e Debolldejt. Kufiet me Debolldejt. Pikërisht, disa herë e theksova këtë. Pikërisht, kjo opozitë, edhe pse ishte e anës Anamoravës Karadakut, e vendosi. Ishte qeveria Haradinaj kur u vendos demarkacioni me Maqedoninë. Do thotë u domtu, unë e vi pikërisht nga ajo pjesë. Jon 5.000 hektar tokë. 5.000 hektar. Çfarë është? U domtu. Nuk e bëri gjithë këtë zhurmë, do thotë madhe. Dobësia e opozitës është. Edhe opozita sa sa kohë. Dobësia e opozitës ishte qeveria, do thotë, e përbër nga LDK dhe AK, e cila ja fali 5.000 hektar. Dobësia e tyre është përgjegjësia e tyre. Sot
E njëti subjekt politik në opozit e bën gjithë këtë zhurmë. Unë mendoj se është mirë pse kanë ndru Edhe pozicion. këto, jo. Vetëm se desh ta pyetjen dikun tjetër ta çes. Mirë, okay. Apo bëhet kjo për interesa politike, për përfitime, do të thotë, dhe për gjëra të ndryshme dhe a kishte menduar një gjë e tillë sikur ky subjekt politik apo nisma apo kush do të qoftë të ishte pjesë e pushtetit. Në qoftë se pavarësisht edhe unë po flas për veti personalisht, nuk do i kisha këto mendime, nëse do isha ministër, nuk jam ai vetvetja. Nuk jam pra Muhamet Kelmendi ai që po ta them tash. Do thotë jam i tjetërsuar, jam person tjetër që kam interesa tjera dhe nuk kam mendimin real. Nuk jam pragmatik në analizën e problemeve, nuk jam real në kuptimin e çështjeve të cilat po diskutojmë sonte. Pra nuk është më rëndësi për mendimin tim se cili subjekt është pozit dhe cili subjekt është në opozit. Është dobësi dhe përgjegjësi morale, politike dhe juridike e qeverisë atëshme dhe natyrisht e pozitës dhe opozitës atëshme, pse nuk e kanë ngritë zërin mjaftueshëm në kuptimin e tillë se unë kam ngritë edhe në atë kohë zërin dhe kam marrë edhe veprime, kam qenë në ndëbërdernat pikërisht në pozicionin e tillë, kam marrë pjesë edhe jo të kjo për në rreth në shumë i media tjera dhe kam shpreh mendimin e tillë, është përgjegjësi politike, juridike, morale e të gjithë faktorëve politikë të asaj kohe për humjen e saj. Është përgjegjësi edhe tash politike morale dhe do të jetë edhe përgjegjësi politike morale, juridike dhe penale në time kur do të bëhet tërheqja kufirit apo demarkacionit me Serbinë. Nuk është më rëndësi për mendimin tim si cili subjekt është pozit apo në opozit, kundrull tërësisë territoriale që ka Kosova. Në qoftë se subjekt politike bëjnë të, dhe për interesa politike që aty e bëjnë, atë me të vërtet është pa përgjegjësi totale, kundrull qytetarëve, kundrull votuesve, është pozita në opozit, nuk është më rëndësi për votën të cilën e ka marrë. Në 1923 thotë se Pikrisht. e përcakton saktë se çfarë duhet ndërmirët dhe Nga ana e nga ana e prokurorisë. Pikrisht. Nëse argumentohet me fakte dhe Duhet është të shkosh argumentuar, Shkënburg. është argumentuar, do të thotë, është dokumentuar, Duhet të shkon kanë në qenë gjitha faktet për 5000 hektarë që janë Duhet më dëmtuar. shku në burg. Kush duhet më shku në burg? Duhet më shku në burg ata të cilët e kanë pranuar këtë çështje. Këta të cilët sot po luftojnë po. S'është më rëndësi kush. Do të thotë, po flas pavarësisht, a mund Shqo, të fuqizohet? kur them une, Jo, a mund të jetë, do të vepra thotë, a penale- mund të fuqizohet sot, do të thotë Nisë edhe vetë kryeministi i aleancës tash shkojnë në burg se 5000 hektarë ja fali Maqedonisë. Tash ne nuk po futemi në çështjen e tillë, po ta them në çështje tjetër. Është rasti i Në njëjtë. çështjen e veprës penale të kryer mbi bazën e nenit 123, 124, 125, se të gjitha këto nene përfshin këtë, deri në 125 ku neni 125 thotë edhe ata që votojnë, fjala është për deputet, është vepër penale e kryer në bazë të kodit penal. Po. Kodi penal është nxjerrë më vonë. Kodi penal hyp në fuqi në ditën e aprovimit të tij. Nuk ka fuqi retroaktive. Për mbrapa. Pra ne duhet të shqetësojmë cila rregullore ka qenë në atë kohë e veprës penale, që ka përcaktuar veprën penale të tillë, dhe në bazë të dokumentave të atëshëm, akteve juridike, normative mbi të cilat ka përgjegjësi penale, duhet ta shqetësojmë a ka përgjegjësi penale të përcaktuar për këtë çështje. Nëse ky kod penal që jemi në sot, është gjerë 5-6 vite më vonë. Po. Dhe thuhet thjesht, vepra penale është vetëm ajo vepër që në momentin e kryerjes së veprës së tillë është e përcaktuar me kodin penal në fuqi si vepër penale. Në qoftë se kemi rregull juridike që përcakton pikërisht 5000 hektarë të tillë, dhënies qeverisë Maqedonisë, shtetit Maqedon nga ana e Kosovës, këtë sankcion juridik dënimin e tillë, atëherë nuk parashkruhet asnjë vepra penale. Dhe nuk është më rëndësi si quhet ai person. X, Y, Z, Z, kush do të thotë. Nuk ishte qëllimi do të thotë një subjekt, se aty ishte LDK dhe Jo, Aleanca, subjekt e kom fizik, morëm si shembull. subjekt fizik Po dhe edhe juridike si tjera. subjekt, se ndoshta mund të kesh kuptuar Jo, xhona jo, se jo. u përmend subjekti politik, po pikërisht ishte LDK dhe Aleanca kur ja falën 5000 hektarë. Nuk është Sot është rëndësishme. LDK dhe PDK-ja që Nëse mundet me qenë një parti nëse tjetër mundet me qenë tjetër, me po Serbi. desha të vetë ajo morale, ajo etika politike, do të thotë sa po ekziston, do të thotë edhe sa mund të presim ne nga këta politikanë, do të thotë që nesër mund të marrin veprime të cilat do ta mbrojnë interesin e qytetarit, edhe nëse do të vijnë pozitë kur kemi raste, argumente, dëshmi se momentet kur kanë qenë nuk kanë vepruar ashtu siç sot po flasim. Në çështjen e përgjegjësisë duhet të them, kemi përgjegjësinë politike, përgjegjësinë penale dhe përgjegjësinë morale. Në qoftë se ne nuk kemi mundësi përgjegjësi
penale me shku, për arsye se thash rregullore, nuk e di, kanë qenë atë rregullore të mikut. Të cilët kanë qenë në fuqi dhe janë përcjell nga mikut tek qeveria e Kosovës, atë përgjegjësi penale, politike dhe përgjegjësi morale kemi për çdo konin që ka shkel rregullat e tilla. Dhe kjo nuk ndalohet asnjëherë. Unë tisha ministër, tisha kon kryeministër asaj kohe, ose deputet i asaj kohe, dhe të kisha votu por pro asaj marrëveshje që është bërë me të cilin ju kanë dhënë 5.000 hektar Maqedonisë, unë do të çojnë dhe do të bëjnë autokritik të rreth moralin e vetvetes. Sepse në aspektin moral të përgjegjësisë, askush do të ndal mu. Kush e ndal në aspektin moral të përgjegjësisë, zotin Qeku që ka qenë atëherë kryeministër i qeverisë. Kush se ndal? Ose ministra të tjerë, Skënder Hyseni duket se dikush kanë qenë ministër punëve të jashtme, ministër punëve të mëshme. Nuk është më rëndësi kush. Edhe një herë mos i përmendni më në atë fare hiç. Askush se ndal në aspektin moral, me dhënë përgjegjësi morale kundrull vetvetes, kundrull familjes, kombit dhe shtetit të vet. Natyrisht edhe politike. Ti je i sigurt se nëse do të kishim një ligj të dekriminalizimit, të marrim shembullin. Atë shumë politikan duhet që në aspektin individual të japin llogari morale mbas ligjit të tillë për mos më shku me vepru anët juridike dhe shtetërore e kam fjalën gjyqi lidhur me ta. Po duhet të thotë jam inkriminuar në mënyrë ose në mënyrën tjetër, ligji më ndalon këtë, ja përgjegjësi morale të hiqem nga pushteti. Kjo është politikë dhe kjo është morali. Dhe këtë moral dhe këtë politikanë kërkon populli i Kosovës, ndërsa ne nuk e kemi. Profesor, se përket edhe njëherë nëse do të falen, do të kryet, do të votohet dhe do të mbetet kufiri ashtu siç është përcaktuar nga ana e qeverisë, nga komisionit i cili e ka bërë edhe vijin kufitare tash që po kontestohet se është apo nuk është, çfarë pritet ndodh me demarkacionin me Serbinë kur do të ndodh, edhe lëvizjet e shumta, sidomos në anën e Kamenicës, siç është fshati Karaçev, lëvizjet e shumta, hyrja policisë deri në fshat Xhardhe apo përgatitet edhe andej do të thotë një farë vije e cila ndoshta do të jetë jo kjo që ne sa dëgjojmë. Qoftë se milion, unë do të jap një përgjigje nëpërmes një përgjigje për një çështje. Unioni Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundrull Serbisë, shteteve slave të Ballkanit, i ka që 10 vite që bëjnë lëshime të një pasnishme. Ky gabimi më i madh për mendimin tim si politikan, si njeri, si profesor, si analist që mund të bëj këtë çështje. Duke patur frikë se Maqedonia, Mali Zi dhe në veçanërisht Serbia, si mike të përhershme të Rusisë, në një mënyrë ose tjetër, të shndrohen në territore të influencës ruse, Unioni Evropian ka bërë lëshime të një pasnishme të kërkesave të Serbisë, të Maqedonisë dhe të Mali Zi kundrull Kosovës. Dhe ky është një ndër anët më negative që Kosovës edhe sot pi kushton. Kjo është në çështjen e asociacionit, kjo është në çështjen e komunave të krijuara me shumicë serbe, kjo është në çështjen e demarkacionit me Maqedoninë, kjo është në çështjen e demarkacionit me Malin e Zi dhe në rrjedhimisht nëpërmes kësaj unë mendoj se në kufirin që do të jetë me Serbi, në qoftë se kalon ky demarkacion, do të kemi pasoja dhe shumë të rënda. Dikun mendohet nga analistët e ndryshëm që deri në 33.000 hektar tokë janë që Serbia ka pretendime të futet në territorin e Kosovës ku vjen çështja e tërheqjes së vijës kufitare me Serbinë. Nuk ka vetëm Karaçeva si fshat, po janë 33.000. Ky është pretendimi i tyre që të futet mbrana. Pra nena, kjo është një fakt. Ky është një fakt që na obligon neve që ky demarkacion mos të lejohet, që të japim mësim të gjithëve, një herë për gjithmonë, se nuk mundet çështja e ofrimit të Serbisë nga Unioni Evropian, e ofrimit të Malit të Zi në NATO dhe vende tjera të kalojnë mbi shpinën e shqiptarëve dhe të Kosovës dhe shqiptarëve në përgjithësi. Gabimi më i madh të cilin ju duke bërë. Dhe ku nëse do të votohet, do të thotë reagimet e qytetarëve disi populli është i heshtur. A ka bërë këtë, a ka bërë, do të thotë këtë politika si opozitës, si opozitën dhe që vetë qytetari i Kosovës të tërhiqet, apo është lodh nga gjitha këto që ndodhen plot 17 vjet pas luftës në Kosovë, sidomos çështja papunësisë,
çështja mirëqenies, gjërave të ndryshme do të thotë dhe po rrin ashtu i stagnuar, i heshtur. Shqiptarët janë një popull shumë i vjetër. Vi nga popujt e ndryshëm nga Ilirët, sidomos, ka të dhëna nga Pellazgët, po nga Iliria dim këtë jemi të fakte. Dhe në tërësi ka qenë një popull shumë i qëndrueshëm, stoik, ka qëndruar çdo rrebesh mbi të që ka ardhur, ka bën ndrimin e fesë nga njëra në fe tjetër, por kur nuk e ka harruar gjuhën, kulturën, psikologjinë e formimit të vet dhe nacionin kombin. Edhe aktualisht është i tillë. Është në një heshtje që ta mërmenet se duke fjetur. Po që në momentet më të rrezikshme mund të reagoj shumë ashpër dhe pa një kontroll të veten, që mund ta qetë, jo vetëm shtetin e Kosovës, në pozita shumë të palakmueshme, por edhe Ballkanin në përgjithësi. Në situatën e tashme, natyrisht janë shumë faktorë që ndikojnë në pasivitetin e tij, mbi të gjitha çështjet ekonomike dhe sociale. O kriza e madhe. Është rrëmbimi, apo më mirë të themi, rrëmbimi i organeve të shtetit nga ana e disa njerëzve, që nëpërmes mekanizmave të tillë po ndikojnë shumë ashpër në friksimin e masave në përgjithësi. Mirë, po aktualisht është situata më mirë se sa në kohën e demarkacionit me Maqedoninë. Në kohën e demarkacionit me Maqedoninë nuk e kemi pasur një subjekt që ka dalë përballë popullit dhe ka thonë kjo s'ban. Aktualisht i kemi disa subjekte dhe natyrisht këtë drejtim e kemi një pakënaqësi totale të masave ku do të shkosh në rrafshin e Dugaxhinit. Në këtë drejtim me bisedu, ata të gjithë janë të qartë, të bindur se demarkacioni është një i gabimisht dhe duhet të anulohet dhe mos të shkojmë atutje. Me këto duhet të them se pavarësisht nga gjendja ekonomike, atje sociale, politike, juridike, shoqërore, nga kriza thellë që ka kapluar vendin, nga korrupsioni dhe krimi, nuk mendoj se populli ynë mund të marrë aq lehtë çështën e tillë dhe të thotë në rregull, ja falem edhe këtë, dhe të vazhdojmë atutje pastaj me Serbi. Juve ju kujtohet, ose nga historia keni mësu, në qoftë se jeni i rinë kuptimin e tillë, para vitit 99. Dikun në vitin 93, 94, e kësëm dhe mendimi se ne nuk mund që ka të bëjmë kundër Serbisë. Se Serbia është e fortë, se Serbia ka mekanizma ushtrake tutje, mund me bëu çdo gjë. Por në vitin 98, po ky popull, mbi të cilin ishte ndërtuar një skepticizëm për të ardhmen, për të ardhmen e tij, dhe frikë në përmasat më, u ngriti tërë një këngritje. Dhe ju bashku, rrallëve tuk u qekes, mire kes, ashtu që shka qenë. Pra ne në këtë drejtim, edhe kësaj euforie, duhet ja ketë frigën qeveria Kosovës. Eufori e cila mund të shpërthej aty për aty, pa prit nga populli dhe të reagoj shumë ashpër. Dhe unë mendoj se populli, pas rastit e Maqedonisë dhe këtij rasti aktual dhe krizës së rëndë, nuk mundet as thjesht të pranoj në qovë se Kuvendi i Kosovës do të ratifikoj planin të cilin do të shojë qeveria në drejtim të ratifikimit të kësaj marrëveshje me Malmesi. Çfarë duhet veprohet? Jem këtë foto emision se çfarë duhet veprohet nga ana qeverisë sipas jush që të vijë deri te një zgjidhje e mirë dhe e planueshme. Është shumë e thjeshtë. Qeveria ka disa mundësi. Unë nuk duhet shkoj si opozita të heqet ky komision mos të heqet ai komision e tutje. Thjesht mos të aprovoj demarkacionin, të anuloj marrëveshjen e tillë, të formoj një komision ose të riorganizoj një komision të ri, në përbërjanit që do t'jenë edhe nga pozita dhe nga opozita, të lajmëroj Malmezi se marrëveshja e ratifikuar nuk hyn në fuqi, pra ne edhe të kërkoj nga Malmezi mos të shtri sovranitetin e vet mbi tërsinë e tij territoriale që ju ka dhënë, dhe të kërkoj që të punohet bashkërisht. Në qoftë se Malmezi kundërshton, atë është çështja e arbitrazhit ndërkombëtar i cili duhet të shkohet dhe duhet atje të përpiqemi të realizojmë interesin tonë të cilin e kemi. Dhe në qoftë se as atje nuk ka mundësi të shkohet, atë duhet pikërisht me vepruar në formën e tillë dhe me çështja në një statut quo, për mendimin tim, të ditëve të ardhshme që ekzistojnë midis shumë shteteve, sikurse është statut quo e midis Kroacisë dhe Slovenisë, midis Gjermanisë dhe Çekisë, midis SBA-s dhe Meksikës, e shumë tjera kur palët asesi nuk më bin dakord lidhur me kufirin, pra ne e lënë në status quo duke mos mbetur në sovranitetin asnjë shteti,
Pa duke mos futur pra organet e policisë dhe të shtetit Mali Zi në territorin e tij për 8.000 hektarëve, duke kërkuar tërheqjen e saj, sikur Kosova edhe Mali Zi, në mënyrë se të ardhmen të zgjidhet çështja e tillë. Mendoj se më e mira kishte më qenë ç'kjo rrugë që të mos ratifikohet dhe të shkohet në këto rrugë të cilat të fola. Kemi edhe miku edhe një pyetje thëmashtu, e kisha në plan atë për sa i përket komisionit dhe ekspertëve ndërkombëtar të cilët ishin të ftuar nga presidentja shtetit, ish presidentja shtetit aty Fetëja Jova. Çfarë ndodh realisht me konstatimin e tyre dhe me rezultatet? Këtu duhet të drejtojmë këtë pyetje për ish presidentin Jova. Si një analizë, si një Prani po duhet të vi detajo, e cila për mendimin tim ja bën një të keqe shumë të madhe. Kosovë dhe iku shkoi nga pozicioni që kishte. E caktoi një ambasador, e caktoi një diplomat, e caktoi një Gjemani cili merrej me çështjen e tapive tutje dhe qëllimi ishte nëpërmes këtij komisionit që populli disi të bindej në vendimet të cilat i kishte marrë Komisioni i Kosovës dhe qeveria, se marrëveshja është në rregull, demarkacioni duhet të rriset e tjera tjera. Dhe ndoshta edhe vetëm që në çat komision më pas tirun dhe me ato dokumenta të cilat i ka paraqit qeveria e Kosovës, kisha më thonë është drejt, sepse s'ka dokumenta të tjera që vërtetojnë të kundërtën. Pra duhet të jemi pak më analitike çështje, sepse unë kam dëgjuar dhe natyrisht besoj se do të jetë ashtu, se këtij komisioni ndërkombëtar kanë paraqit dokumenta të qeverisë së Kosovës, çdo harta që folën pak më parë, të cilat mbi bazën e të cilave mund të tërhiqet kjo vizë që ekziston. Nuk kanë paraqit dokumenta tjera, dokumenta kredibile të cilat e dokumentojnë pikërisht një krejtësisht tjetër, siç thash pak më parë, e të cilat komisioni kishin vënë në lajthitje, jo në kuptimin negativ, por pozitiv, se ndoshta ky vijë demarkacioni nuk është reale, po është një vit tjetër. Pra kur një komision nuk ka dokumenta të tjera, përveç atyre dokumentave që janë të paraqitura, e ka shumë vështirë të jap një mendim tjetër. Donse për mendimin tim komisioni nuk ka qenë i kualifikuar. Po se faleminderit shumë që gjatë kohë dhe ishte. Faleminderit juve. Mirë se dashur këtu kemi përfunduar me antipodin për sonte, natën e mirë dhe mirëmbëjtje.